Po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani. Po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani. Ku muslimani dëshiron që vëllai i tij musliman të jetë i uritur. Dëshiron që ai të ndjejë frikë nga njeriu. Po jetojmë në kohën kur po ndërpriten lidhjet familjare. Po ndalohet namazit e ibadeti për Allahun e plotfuqishëm në shtëpinë e tij të parë në tokë, El Aqsa. Po jetojmë në zamanin në të cilin po kërkojmë ndihmën e jo muslimanëve. Atë ndihmën e kësaj bote, që mos të vdesin, sepse vllai musliman këtë po na e mohon. Po jetojmë me shpresë dhe me lutje që vllai ynë musliman të na thirrë dhe të na ndihmojë në nevojat tona të jetës së kësaj bote, për nevojat fizike të ushqimit dhe pijes. Sepse muslimanët janë një trup dhe një shpirt, pavarësisht origjinës, kombësisë, racës, gjuhës. Ne jemi një umet, të gjithë ne që bijem në sejdë për Allahun e plotfuqishëm. Besimtari vjen në xhami për ta falur namazin me xhamat, me dëshirë që, me atë rast, të takohet me vëllezërit e tij, t'u jap selam, i pyes ata a kanë ndonjë nevojë, ose t'u shpreh atyre sa i vet ka ndonjë nevojë për ndihmë, ose për ta ndihmuar dikën tjetër. Ky është vëllazërimi përmes 5 namazeve ditore. Namazi i xumas. Çdo javë mbledh më shumë njerëz që pas namazit të xumas të takohen dhe t'i shkëmbejnë përshëndetjen, përvojat e punës, nevojat. Pastaj 2 bajramet. I mbledhin në xhami njerëzit nga i gjithë vendi, edhe nga vendet e tjera që të vijnë në shtëpitë e tyre. Ti takojnë të gjithë njerëzit dhe tu dëshirojnë çdo të mirë. Pastaj me agjerim gjatë muajit Ramazan. Muslimanët i kujtojnë ata që nuk kanë as bukë as ujë dhe ju ndihmojnë me zakat. Dhe pastaj në haxh e gjithë bota nxitojnë në një shtëpi, Bejtullah, që bashkërisht të qëndrojnë njëri pranë tjetrit. Kjo është fuqia e Islamit. Dhe të gjithë ju mbahuni fort për litarin e Allahut, Kuranin, dhe mos u shpartalloni. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rriti në Medinë, hapi i parë që bëri ishte vëllazërimi muhaxhirëve me ensarët. Besimtarët janë vëllezër. Ky unitet dhe kjo vëllazëri reflektohet në faktin se ata i kanë ndarë të gjitha të mirat ndërmjet tyre, madje edhe nëse ndonjëherë ajo ka qenë e nevojshme për veten e tyre. I duan ata që vijnë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur fare ndihmë për atë që u është dhënë atyre, artacakëve. Por më tepër duan t'u bëjnë mirë atyre se sa vetes, edhe pse madje vetë janë nevojtar. Surja Hashr 9. Shpërbërje e bashkësisë dhe vëllazërisë. Nga momenti i parë i shpalljes së La ilaha illallah Muhammedun Resulullah, armiqtë e Islamit të mësuan fuqinë e besimit në një Zot. Dhe ai ishte bashkimi, xhamati dhe vëllazëria. Dhe qysh atëherë kanë filluar intrigat se si ti përçajnë